Ramësi duhet patjetër një vëmendje ndryshe si kur ai po kthehet me ligj. Kush janë rreziqet dhe rreziqet e mëdha që unë shoh tek ky eksperiment i rrezikshëm. Natyrisht. Kjo edhe në vendet me qeveri dhe shtet të konsoliduar, kur ligji sundon dhe dominon, kjo është me rreziqe të larta. Natyrisht që ne kemi kthyer dhe shkollat që janë në vende të konsumit të kësaj lënde. Absolutisht, me një ritëm të shtuar vit pas viti, gjimnaze dhe nëntëvjeçare. Pra, konsumatorët janë lënda e parë. Por, duke qenë se pra e rikthyer ligji nuk ekziston. Duke qenë se ne edhe nga dosjet e partnerëve si që janë ata të struktura e posaçme shumë që oficer policie, prokuror gjyqtar dhe zyrtar vendor dhe të lartë janë pikërisht të dosjet e trafikut dhe krimit organizuar. Atëherë, kush do ta luftojë? Kush do ta kontrollojë që të jetë në kornizë dhe në kuadër ligjor këtë? Nëse marrim parimin e shenjtë do ecë siç pretendojnë. Unë fare nuk e besoj që do ecë ashtu. Po ja del do të Anglia me shtëpitë e barit do. Shtëpitë e barit janë pjesë në informacionet e mia, janë pjesë e lobimit dhe interesit për të zhvendosur këtu dhe për të pasur, le të themi, një rrugë me një mbështetje. Ata kanë investuar për këtë punë, kanë investuar dhe në zgjedhje. Kanë investuar dhe në zgjedhjet e fundit dhe kjo është një nga shpërblimet që u jepet. Kanë investuar, kanë qenë pjesë. Pra zhvendosën shtëpitë e barit nga kishte drejt kur thoshte Rama ktheuni, thoshte emigrantëve, ktheuni emigracionin. Tentoi paketën e maleve. Paketën e maleve. Më ka rënë të flas me njerëz që janë të zonës gri apo që kanë informacione, le të themi, edhe për shtëpitë e barit, edhe për këta nuk janë shtëpi, këta janë plantacione bari. Sigurisht. Pra, edhe për këto dhe ata kanë edhe materiale shtrënguese për kryeministrin e vendit në bisedat dhe në komunikimet e shpeshta që kanë pasur me të për arsye elektorale, përfitimi, prodhim mandatesh bashkiakësh. Dhe shantazhojnë, e kërcënojnë, mbajnë peng. Nuk e shantazhojnë. Arrin marrëveshje, arrin ta bindin, arrin, pra, ne kemi një kryeminist i cili është i marr peng tashmë nga shumë grupe të forta ndërkombëtare. Kombëtare dhe ndërkombëtare. Të gjithë e dim, ministra e deputetë njëron tjetër që hargelisen në përdosjet kokainës, hashashit, heroinës këtu dhe investojnë e pastrojnë para. Ajo që më vjen befasirë është që a duhet që struktura e posaçme të veprojë vetëm kur i thot Dea? A e di Dea që çfarë është Durrësi? Ose antimafia italiane? Ishte raportin para pak ditësh. Kur ne kemi lënë në dragetën sipër, kemi lënë poshtë Sakra Koronën dhe 8% kemi diferencën, 45 me 37 diçka e tillë, po. Dhe kjo fuqi mafioze e grupeve shqiptare është edhe fuqi politike. Pse është fuqi politike? Unë kam thënë dhe jam i bindur për këtë. Për sa kohë ata kanë prodhuar mandate, votat atyre deputetëve që kanë hyrë në parlament, nga kokaina, heroina, pa dhe nga hashashi, ka shumë nga hashashi. Kjo, që me drejt ka shumë interesante kjo që ka publikuar Mandi dhe duhet ta përgjigjoj edhe këtu nga afër Mand. Po Mand. Duhet të jemi shumë rëndësishme. Sepse këtu dhe çfarë duhet të them me këtë? Këta njerëz se i kanë mandatet nga këto parcela, nga ato ngarkesa. Vota e tyre nuk kontrollohet nga Rama. Vota e tyre kontrollohet nga Çela, Bajrët, Qyrbja, Poja dhe kur Rama nuk bie dakord me ata, nuk u jep çfarë ata kërkojnë, sepse realisht u ka dhënë. E ke me Pojën, me hotele, me Hajrin po, me Gjokën po. Investitor strategjik po. Ke jo pak, pra një 7-8 mund të zëm tani me emër të botës së kokainës dhe trafikut të drogës, të cilët kanë investime strategjike, kanë edhe fuqi politike sepse kanë vota në kuvend. Dhe vota e tyre, nëse Rama si duhet, nuk shkon kur thot Rama. Nëse ata investitorët e tyre nuk ju lejojnë që të shkojnë në seancë dhe të votojnë, ata duhet të thënë para të mrash. Kanë mundësi këto kandidatë të kthejnë miliona euro që janë investuar për ta dhe të shkojnë në seancën e kuvendit ku kërkojnë për të votuar si Rama kërkon. Pra Basir ti e lidh drejt për drejt. Tani janë grup parlamentar. Po, janë grup parlamentar. Këtë duhet të them. Pra ti këtë VKM të dalë vetëm 2 muaj përpara. Ky grup parlamentar, ky grup parlamentar që ka mundin tavolinë. Ky grup parlamentar ka fuqi. Sa deputet mund të ketë ky grup? Unë po të them që të pak mbi 10. Mbi 10, në Shqipëri mbi 10. Në gjitha këto zonë. Çdo qark ka nga një. Jo, çdo qark që është studiuar ka nga një përfaqësues. Çdo qark ka nga një dhe janë mbi 10. Ky është grupi parlamentar vendimmarrës për fatet e Shqipërisë. Pra sa të ecin këta. Pra sa të jenë ata aty. Ndaj, emergjenca kombëtare që edhe se çka ndodhur tani, do jenë edhe kompani ndërkombëtare që do hyjnë në këtë meselë sepse një nga kriteret e ligjit do të kenë përvojë. Ata kanë përvojën trafik, kanë përvojën pa ligjshmëri, po në ligjshmëri s'ka asnjë përvojë nga kompanitë shqiptare. Ne kemi parë edhe kur ka qenë ligje të caktuara që kompanitë kriteret janë ndryshuar edhe në varësi të nevojës.